formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit, me kryeministër dhe kabinet unifikues. Po le të kemi kush është unifikues. Ne do të ulemi në tavolinë të flasim për krizën e thellë institucionale, kryesisht për shkak të dështimit të partisë së parë që të krijojë partneritete politike për krijimin e një shumice. Dhe zgjidhjen nga kjo bllokat, LDK-ja e konsideron si të domosdoshme të rëndësisë nacionale për Republikën e Kosovës. Dhe në përputhje me këtë, LDK-ja dhe unë si kryetari i saj propozojmë nisjen e një procesi të ri politik. Propozojmë nisjen e një procesi të ri politik. Dhe kjo zgjidhje kërkon edhe përgjegjësi, edhe unitet, po mbi gjitha kërkon edhe vetdije të lartë politike nacionale në vend. Dhe në përputhshmëri me këtë, LDK-ja propozon nisjen e këtij procesi fillimisht konsultativ me të gjitha partitë politike shqiptare, me qëllim formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit. Pra LDK-ja kërkon unitet gjithë shqiptar në këtë periudhë dhe formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit, një qeveri me afat të caktuar deri në zgjedhjen e presidentit të ri, program agjend të qartë shtetare, të politikës së brendshme dhe të jashtme pa dallim, dhe mbi gjitha krijimin e një atmosfere që edhe emancipon skenën politike, po mbi gjitha edukon skenën politike, dhe mbi gjitha e shëron polarizimin të tanishëm. Me kryeministër dhe kabinet unifikues Republikën e Kosovës deri në zgjedhjen e presidentit të ri. I kam njoftuar, nuk mund të flas për partitë e tjera, ka marrë gatishmëri të disa prej liderëve, pra po flasim për qeveri. A përmendet që keni punë me disa nga liderët politik për këtë propozim tuaj, a mundem na dëgjoni kush janë për e para, edhe disa pak që duhet të kemi udhëtësi unifikuese. Po le të kemi kush është unifikues. Me shqeqani, ideja e komunikimit dhe njoftimit të partive tjera është ide burimore dhe minimaliste korrekte prej LDK-s. Pra unë i kam njoftuar për pozicionin tonë. Unë nuk pres diçka tjetër përveç se qëndrimet e pavarura të partive politike, përso punë për LDK-n dhe s'pretendoj të marr as rol tjetër çfarë s'më takon. Por i kam njoftuar të gjithë liderët e partive politike shqiptare, dhe më pas do të jetë çështje partive ndamas se çfarë do thonë, mund të them që zoti Haradinaj sapo më shkroi pas dhe pranoi një ide të tillë, por do ta pyesni atë. Pra unë po flas për idenë e propozuar nga unë si kryetari i LDK-s, t'ju njoftoj se këtë ide do t'ja parashtroj edhe kryesisë së LDK-s, sepse unë vetëm propozoj propozime në konsultim me nënkryetarët e partisë, e më pas me nënkryetar bashkarisht e propozojmë në kryesi, dhe nëse duhet kemi një iniciativë më konkrete, duhet të flasim te Këshilli i Përgjithshëm, këto janë çështje partijake të brendshme. Në përgjithësi kush është unifikues? Tani shqetësoni, ne duhet ulemi në tavolinë të flasim për atë çështje, më pas është proces shumë i gjatë. E para le të nisim një proces që nis zhbllokimin e krizës së tanishme dhe krijon një momentum të mirë politik për Republikën e Kosovës brenda një afati të shkurtë, por duhet të jetë kryeministër unifikues dhe duhet të jetë kabinet me ministra unifikues e jo fare polarizues.